Hej, jam duke ndërë disa robe, duke qenë se dje ka rënë shi tër ditën edhe ka qenë diku tek 3 gradë, nuk u dilte për jashta. Unë sot përfitova nga rasti dhe bëra shumë lavatrice dhe tani do t'i ndejmë së bashku. Bëra lavatrice me zyza dhe tani po bëj një lavatrice me bardha. Dhe thash ta hapim pak kamerën. Nuk e di se kur do publikohet kjo video, duke qenë se jam duke sistemuar dhe organizuar videon e 10K. Sot kam për të marrë telefonin dhe ata që të më bëjnë tortën. Do me thënë do jetë shumë e mundësi që këtë video që po regjistroj tani ta shikoni pasi ka dalë ajo e 10K. Por po pres akoma edhe disa vajza që të më dërgojnë videon e regjistruar për Amarje Le Studio edhe për Alkjetën. Kështu Arli është aty që po shikon kukullën, Amarje do po pastron pak me qesën e korrent dhe unë po ndej rrobat. Amarilis ne kemi nga njerëzit e Amarilis. Edhe kështu. Sot kam dëshirë të dal pak, do të dal me ndonjë therr, nuk e di se sa do dal, por kam shumë dëshirë që të dal. Duke qenë se kaloj shumë kohë mbyllur në shtëpi. Sot mbaroj punën e shtëpisë, do bëj një dush dhe do dal. Çuna po deshën vinë mirë, po deshën të vetë në shtëpi. Duke qenë se kam frikë nga këto virozat që xhirojnë tani për Arlin, dhe më mirë të rri në shtëpi se si mungon asnjë gjë, se sa të dalin dhe të marrin viroz. Si thoni juve? Këto bluzet e holla kështu, unë i super duper adhuroj, dashuroj, sepse janë fantastike. Që thatë juve i keni bërë dhuratë bashkëshortit, prindërve. Mua më ka ditëlindjen edhe vllai tani në datën 25, edhe nuk di fare se çfarë t'i marr, por po mendosha sot mbase shkoj takoj edhe hallën time Alma, duke qenë se çorapa që ka vërsa e bukur, duke qenë se më ka ordinuar edhe një krim dhe me atë rast dhe vete i takoj. Mirë, i ka tashti mos t'ju mërzis këtu se robet mo e dini ju se ndejnë, që shumë ka ngjyrë dhe shifemi gjatë ditës. Po bëhemi për të dalë dhe desha t'ju tregoj pakon e Wendyt këtu, edhe kemi bërë një diçka të vogël dhuratë Selenës, Vockël, dhe ndërkohë këtu është kremi hallës time që e ka porosit. Nisemi, shkojmë në qendrën tregtare Ipër, mbase takojmë atje me Wendyn ose do t'ja çoj tek shtëpia. Kurse mua më keni këtu, jam bërë gati, jam veshur shumë thjesht, pasi nuk e ndjej veten fort mirë, ndjem çik si e lodhur, por do dalim për Arlin. Ja ka jam në biri, këtu është vllai me Amarilda dhe ikim. Te Iperi. Se erdhëm te Iperi, është freskët, është shumë ftohtë. Ja, Iperi. Kanë dalë njerëz edhe lojra. Shkojni? Kush do lozin sot e lodra? Sa shumë lodra ka këtu oma? Kush do lozin? Si? Sa lodra ka këtu? Kush do lozin me lodra? Birime? Birime? Këj e ti, Daja po na merë kafet atje? Qa trup bukur ka bërë Andoni? Ha? Pëla, sa trup bukur ka bërë? Ku është Dada? O bo, shime që bërë. Dove vajre? Cosa mangi te? Da greia, nisam mai pensato. Razumete? Ui.
di unë? Një portofol vogël ku nuk nxjerr lekë. Pse ke lekë shumë? Jo, që s'nxjerr, por fut. Mit. Bravo, Nietzsche. Hey guys, neve mbaruam xhiro që kishim për të bërë. Na ka bler Daja shumë gjëra, mbesës edhe nipit, edhe mua, ka bler diçka. Edhe tani këta çunat po pina një cigare. Ja kush baba Marilda aty. Ja që të vjen këthe tani, shikoni. Edhe do ikim. Marili ka ndëjtur shumë mirë. Amarilis të kemi blem shumë gjëra. Amarildo, përshëndeti që këta gajsat këto. Amarildo? Gajsa. U gajsi. Hi guys. O guys, sa kemi ardhur te shtëpia. Shtëpinë e kemi lënë nxit, siç e shikoni. Çdo gjë është e pastër në vendin e vet. Edhe këtë. Kështu, edhe tani do t'ju tregojmë gjërat. Opa. Opa. Gjërat që morëm. Okej, Amarildo ka ikur. Ka dy Spidermana. Do e tregojnë çuni tani. Do ulemi atje, do e tregojmë të dy, va bene? Hi guys, si që thash, ne sa kemi ardhur. Dhe me Arlin tani. Dhe me Arlin tani do të tregojmë se çfarë kemi marrë. Ja, e do të unë. Hajde, ullu tani, se do të tregojmë. Ullu? Okej. Si fillim të tregojmë gjërat e Arlit normalisht, po ti nuk dukesh aty, ma hajde këtu. Këtu, te tapeti këtu te mami. Këtu është çoni ime, shikoni çoni tim ku është këtu. Okej, si fillim do të tregojmë këtë blerjen që ja ka bler babo, çunit, ka bler Spider-Man mask se do na vin karnavalet, ta vendosi mami. Hajde, ullu. E po prit të arbulloj qik, se e pas këtë voçke. Kozi. Kush është këtë quni im kështë Spider-Man? Kush është këtë bossi im Spider-Man? Kozi, ti va bene? Ape që ka? Që ka ti? Shikojnin që guys. Gajsa, shikojnin që kush është kë? Kush është këtë bossi në nëzvet? Me të më la testa. Si. Okej? Ti piace? Ne të rrullojnë mami që mos vrasin cikat. Così. Va bene? Do veshësh dhe këto ti? Do veshësh dhe këto? Po da ti mami këto tuta, se t'ka vesh mami dy pal tuta. Okej, ngrike mu? O, palazze. Ngrike mu të të? Bau të mama? Okej. A vash të vetë koke? Ma, prima nice. Jo, nuk iqe, se do t'a veshim kështu. Sa muskoli! O sa muskoli, o zot, o zot! O sa muskoli, o zot, o zot! O sa muskoli, o zot! Ma të se më mi vanno. Si të këti vanno? Ne të argojnë mami këte kështu, që mos të ngrijet kjo lartë, dhe t'je bezdi. O muskolozo! Ne të mami të undën që t'marrë fry. Ore, një që mami të ndë. E fëtë që, që ke? Që ke? A ti piace? Ma te sei muscoloso! Që ke? Pëlqen? Così, tregome mami mundën kështu. Që mos të shqoqoni kështu. Sa Superman që je! E shikon! Ullo qik, ullo këtu, bëj kështu. Në dua. Je Superman, ik shikon të pasqyra. Jo. A ti e shikoj është bukur, të pasqyra. Jo. Dhe hajde ma trego mua pësta. Hik njërë tu tjetë shikoju? Ti je Superman o ma, shikoj qik, ma em qik babën.
Thënë babo, e kam bler mirë, thot. Marrëm që babo. Ku trenet babo? Dash. Po pse zë vetë? Tani vetë. Se do marrim këtë. Ne. Kur të thënë ajo? Jalla! Kur... Që do të nëna buqja? Ma non dua. Mirë, prit sa tjetër në njërë dhe po që sa muskullike. Kjo se hap kjo. Non dua. Dhe ta eqim. Opa, ta eqim më. Qëta të bukur e ke? Mirë, e shma, me rikëta. Qëta? Më qaj ti. Kur vindada dhe me shmë qaj. Me të daqin. Duja o testu tetin. Pastaj. Ma pëte? Aspetta. E me ti se hape, vesh i quni kostumin Spider-Man të shikta të regoj, ta një e hoqi. Po e hoqi se ka qetë veshin gjitha dhe një, ti provojnë të herë. I ka bler daja gjitha të gjera. Ma, Edhe ami. testu njeri. Dhe shikaj nëna, po s'vishe të shvojnë. Zio. Daja. Zio. I këtë do të marrë pasaj se po me rilti. Hajde. Prit, se të zem hundën, nuk do të zem hundën, të marrë frymë biri. O Spajdi! Ma, Dik qik të pasqyra, shiko. ma, e retiru. Ma. O Wendy, kur të vesh në shtëpi, më dërgo atë pozicione aktuale, që sa ta klikojnë ai se ti linku, të vinë direkt të japin adresën, kupton? Okej, gosta, vazhdojmë duke ju treguar gjërat që morëm. Morëm këto çorapet për Amarilisin. Ulu mama këtu? Ulu këtu? Bravo. Këto çorapet për Amarilisin që kushtonin 13 euro, duke qenë se Amarilisi me çorapet s'ka fare raport mirë, ju mbet, i shndron ngjyra me ngjyra, i gris, dhe thashti Meria sërish dhe gjithmonë kur marrim diçka për Amarilisin, çorape gjithmonë. Që kështu i morëm çorape. Këtë shopping këtu e ka bërë vëllai im për fëmijët e mi dhe 1-2 gjëra ne për fëmijët, por më shumë vëllai. Kurse këto janë çorapet anti-shi volo për Arlin që mos të rrshkasin, duke qenë se një herë është rrëzuar, ka rrshkitur keq fare. Këto kanë kushtuar 6 euro, 5,99 €. Ose pagë me leja, të me janë atele. Kurse tek yrëm tek Aliope, edhe blevëm, apo Arli, ikë që aty. Ikë që aty. Blevëm gjingse për mua, mi blevi vllai dhurat, një pal gjingse. Arli, apo mama ti tregojmë kajsve se që kam bler? O toq, dikte që të shikojnë kajsa si 3 Spider-Man, bravo. Janë këto gjingset këtu, numri 42, shi, kam marrë. Okej? Arli, mos të përtasin mami më, dikte. Okej. Koshto. Vazhdojmë akoma. Kemi shpenzuar tërë ato lek. Vetëm gjingset e mia kanë kushtuar 30 euro, pa ca cent. Edhe vazhdojmë. Pagë me. Kemi bler Arlit akoma Spider-Man. Ky është pijama për të fjetur gjumë, por kjo nuk ka mask. Non dua testo.
Këto ja kam bler një herë dhe I bleva 2 palë duke qenë se Arli I kërkon shumë. Dilte pra se po ja tregoj gajzve, dilte. Po ta ja punë. Gjithashtu edhe këto. Arli e ka një komplet kështu, edhe si gjithmonë Arli në këtë periudhë vdes për Spider-Man, që kështu do t'ja veshim me se s'bën, se ndryshe nuk do më lënë të bëj një video të hajerit. Fut e krem këtu. Këtu. Spider-Man. Gjithsesi Arlit ja kemi marrë atë Spider-Man kështu që e pat pak përpara për karnevale. Duke qenë se Amarili do jetë e veshur me klasën e vet, Arlit I kemi marrë këtë. Shpresojmë që atë ditë mos jetë tepër shumë ftohtë dhe ta shijojmë karnevalet të gjitha. Mbaq të mamate. Mbaq të mamiote këtu. Bravissimo. Kemë tjetër? Bravissimo. Do hash një multi? Do hash diçka? Okej. Tjetrën. Così. Ok. Ma che foto di fanno? Ma perché non appendi? Non c'era Hulk. Sì, c'è. C'era? Po ti ke me babin aty, mami nuk e di. Sì, c'è çorape Hulk. Ah, c'erano çorapet e Hulk. Ose çorape di Hulk. Ktheu, trobulloj që kështu. Okej. Vazhdojmë guys, këto janë rrobët e Arlit. I këtani tregoj mamit çfarë ka marrë tatës ose Arlit. Daja Antonio, vëlla im, I ka marrë vëllai im dhe daja Arlit. I ka marrë Arlit këtë felpën këtu. Po. Prisem ka shkuetur ajo Wendy, ndërkohë burri po shkon t'i çojnë porosin te shtëpia e Wendyt. Ose Spider-Man bende Anatella si Na. Diana. Mama pëlqen shumë ulu atje. Ishte rrobe dhe ulu. I blevëm këto felpatet kështu dhe më pëlqen shumë. Ishin shumë ule zërin Arlia se po flet mami. Marrë të gjurën gri, ja ka marrë të bollshme duke qenë se është duke u rritur. Arli në mamamit. Në mamamit. Në babu. Mos e u thashu se thyen, hajde ma sill. Ai, soti. Ja, majtë. O, Marit! Ja sa të, ajde këtë Arli, ja sa të verë në shtëpi se është duke bërë shpenzime supermarket. Mami, desetoj babi. Po babit ka parë me atë të njëtë, se babi është në makinët. Kur vim babi të shtëpia, do shikojmë që një babine. Sa mi është babi? Na telefonin luaj. Se këmbaj fare. Grazie. Prego. Gjë tjetër, uli qik zërin, mama. Gjë tjetër, vëlla imi ka marrë Amarilisit këtë setin, që është shumë I butë, që është me këtë trikën me kapuç, edhe me këto tutat kështu, edhe të gjëra nga fundi. Dhe materiali është shumë për shumë I mirë, që kështu Amarili ka këto, Arli ka këto që tregova deri tani. Kurse unë njerëz mora këto balance, duke qenë se I mora një herë në Mercato, nuk më pëlqenin dhe më kam vrarë jashtë mase shumë këmbën. Mora këto dhe I kam marrë numri
37-ta, se unë jam numri 36-ta, por thashta ma një numër më të madh, duke qenë se më vrasin. Dhe me që është dimër, do t'i kombinoj me çorapa më të trasha dhe po, i provova dhe më rinin super dhe me ju thënë të drejtën më pëlqejnë shumë, do t'i provoj pastaj me xhinkset, se si më rrin dhe nga 40 euro i kam marrë 25. Super. Gjithashtu i kam marrë Harlit këto bodit. Unë mbaj shumë Harlit me body, sidomos natën kur flen gjumë, duke qenë se edhe po u zbulua, mos t'i dali beli. I kam marrë këto me dinozauro. Këtë green, që është shumë i bukur dhe i thjesht. Gjithashtu edhe këtë ngjyrën blu, me dinozauro këtu përpara, me gjirafa. Vazhdojmë. Arlit i kemi marrë gjithashtu këto tutat. 3 palë i kemi marrë ngjyrën gri. Kështu. Edhe ngjyrën kaf. Kjo ngjyra kaf një është dashuri. Unë këtë ngjyrë kaf e super duper dashuroj. Dhe Arli ka marrë një zgjolla ngjyrën kaf. Ja ka marrë vllaim rrobat fëmijëve, jo unë. Vllaim i ka marrë rrobat fëmijëve. I ka marrë gjithashtu Amarilistit këtë bizhamën për gjumë me Christmas. Shpresoj që t'i bëjmë, sa Amarilisi është ndoshur mashallah shumë. Edhe po. Gjithashtu i ka marrë Amarilisit sa shumë vrava. Këto tutat. Kështu, kjo ngjyra dhe gjithmonë ngjyra në fundit. I ka marrë tjetër edhe këto, njësoj, vetëm se ka marrë ngjyrën vishnje. Dhe janë me vija. Tjetër i ka marrë edhe këtë bluzën Amarilisit vllain, që është shumë e bukur dhe është 23 euro vetëm kjo. Dhe është tepër e bukur. Këto ishin blerjet njerëz. Po. Dhe kemi shpenzuar skontrinat që janë këtu janë me çmimet. Atëre, 127 e 12, 102 edhe 29 e 95. I ka shpenzuar im vëlla për ne. Dhe falenderoj shumë dhe jashtë përblefsha ku të bëhem hallë. Dhe mezi po pres që të kem një punat, një nuse vëllaj, që t'ja shpërblej në familjen e tyre. Në këtë mënyrë unë i kam rritur dhe pastaj do jem gjithkohë e dedikuar për familjen e vllajt, t'i ndihmoj në rritjen e fëmijëve, të ndihmoj t'i ripran kunatës time, nusës vllajt tim që do ta kem si motër. Vetëm inshallah Zoti sa më shpejt na i bën mart kemi një nuse vllaj në shtëpi. Mezi të presim. Edhe po. To ishin goca. Unë tani do kisha shumë qejf t'i provoja një xhinkset. Edhe t'ju thosha pastaj. Po i mbaj një këto skontrina se si dihet bashkë me këto. Por ma mendja se çdo gjë do jetë shumë okej, shumë perfekte, por për siguri. Edhe kështu njerëz jam krenare që kam një vlla që prindrit ma kanë lënë në jetë kur mos t'jenë më dikë ku të mbështetem dhe të mbështetet. Ai tek mua dhe unë tek ai. Tani do të përthej edhe këtë. Kaq ishin blerje, tani po e mbyll. Dhe siç e keni parë kam ndryshuar edhe modelin e pemës vitit të ri, duke qenë se aty nuk më pëlqente. Më pëlqen më shumë këtu afër tavolinës,
te kjo zona këtu dhe e kam vendosur afër tavolinës, aty kam vendosur një lule tjetër dhe kështu më pëlqen më shumë. Që kështu njerëz me kaq doja t'i thosha që faleminderit që më ndoqët dhe shifemi në një video të radhës. Ose shifemi në vazhdim, nuk e di se sa do zgjat, si do çfarë do dëgjoj. Por si fillim doja të provoja pak xhinset edhe atletet që t'ja u tregoja. Prisni pak sa t'i provoj dhe t'ja u tregoj. Okej, i provova. Xhinset më rinë kështu. Numri 42 nuk është xhins i elasticizzuar, është xhins i rigido, i fort. Nuk e di sa duket, por edhe këpucët i kam veshur. Tani do ta pozicionoj telefonin në një vend më të ulët që të më shikoni më mirë. Okej, këtu mendoj se duket më mirë. Kështu më rinë edhe xhinset në këtë mënyrë. Edhe atletet rinë super dhe pse janë numri 37, që kështu do t'ju thosha që nëse jeni duke i bler në AKM, H&M, nuk e di si është prononconi, përveç se këtu mbrapa nuk të vrasin fare, janë totalisht shumë të buta, mos e merrni numrin tuaj sepse veshin shumë pak, janë shumë të vogla. Ky është numri 37 dhe unë zakonisht marr këpucët 36, mos të them se ndonjëherë dhe 35 që të më rrinë mirë, por këto vish kanë vërtet shumë pak që kështu merrni një numër më të madh. Dhe po, kështu duken. Dhe më pëlqen është më së shumë tani do të provoj çka të bluzën që i ka bler vllai Amarilistit në ngjyrë roz për ta shikuar nëse më rrin mirë edhe mua apo jo. Një sekondë sa ta marr. Bluza është kjo. E di që do zihemi me Amarilistin, po thash, okej, ta provoj një herë. Dhe duket kështu. Është shumë e bukur. Guys. Tani do ta lëviz telefonin që të më shikoni më mirë. Hajde Arli. Guys, to mio papà. Kjo është bluza e Amarilisit. Që ajo vdes për këto bluzat kështu. Të gjëra, por që mund ta vesh edhe unë. Duke qenë se është vërtet shumë e mirë, shumë e ngrohtë. Duket e bardhë, por është një ngjyrë roze ëmbël dhe duket kështu. Është vërtet super e bukur. Është me kapuç. Kështu. Edhe më pëlqen. Kështu. Këto pra ishin blerjet. I ka tani t'ja parli diçka për të ngrënë, të ndezim ndonjë qëri dhe bëjmë atë atmosferën e bukur këtu në shtëpi. Presim që të na vinë baba Marita dhe po. Shifemi në vazhdim. Kjo është veshja numër 1, guys, duam t'ja tregojmë se erdhi Amarilisi dhe tani do t'ju tregojmë tjetrën. Shumë bukur. Tjetrën. Dhe veshja numër 2 janë pantallonat, se bluzën e kemi pas blerë përpara, por pantallonat shumë të bukura. Ja ka zgjedhur Zio, ti ka zgjedhur vetë Zio, a? Edhe tani do ndroj. Po këtë video të kam drit. Edhe do vesh shikosh pantallona tjera tani. Ço. Dhe këto janë pantallonat e dyta, kështu duken. Ndryshojmë tjerat. Veshja tjetër është pijama dhe të tregojmë të fundit që është pelushi. Merr pelushin. Dai, guarda, uno delle peluche. Bella ciccia. Dai, hai rotto. Da, jami. Non c'è più ciccia ormai. Hai rotto, Ormai è sporco. A varë se vërë çuni me zinxhirami.
Tani, guys, do hajmë bukë. Do I veshim pasaj, na çmenën. I kam të hajmë larkë. Qa të bajër? Pasaj do t'a veshim. Kur të marrëm të vejmë bukë. Amarida. Po Amarida. Sa buan ti o vlla. Amarida, qa po ha? Ha? Po jeta. Për darë, goca kam bërë këtë specialitetin këtu. E goca, dua t'ju tregoj një lojë që do bëjmë për pak. Që kam marrë të diarën dhe një sirlatë të shkruaj të gjithë emrat tonë të Amarito, Alketa, Amarilis dhe Arli dhe më pas do t'ju zbulojmë se çfarë do bëjmë. Ndërkohë po e shkruaj. Say. Say Arzo. Okay. Hi guys! Here's the haircut ng kanalin tonë! Atëherë, siç po ju thosha, që I bëra gati këto emrat, që këtu janë të 4 emrat tonë, do t'i hedhim dhe kush do zgjedhë, do t'i bëjë dhuratë njëri tjetrit, domethënë. Okej? Jo, Arli, në pjanë. Po lërni babin të marrin të fundit. Jeni gati, do lëni Arlin të marrë. Prima Arli, dopo Vai dopo. Arli, prendi. Ok, vediamo apri. Arli, ti fai un regalo, Fammi ci posso leggere credere. Oh! Arli! Arli non va bene. Arli! Che c'è scritto? Aspetta, Amir, lei Arli tutti? Alcheta! Ti? Ami! Ami! Kurse mua Marindo. Arli, lei Ci godo! Marindo, atëherë, però Arli ti qovi Arli così non va bene, dobbiamo rifarli. Va bene. Capito? Non può Arli farli a Arli. Risbattiamo. Ma se parti a te... Inshallah s'më bie me Marindo. Dame, se Jo, se ti bën me shenjë.
No. Do të shtypim No, mirë. no. Ti bën më shenjë. Dale ta ofte. Çaj jemi. Baba do ajme fundit. Merë Arli, Ami, pastaj ju, pastaj ti. Merë Arli? Arli, o zi! Amarilis! Chicago! Ti të bjerë, çfarë? Non è vero, Ti stai që Aspetta. Mami, Po që që ka e më? Amarilda. Ha? Amarilda. Hai capito? Unë do i bëj dhurat Arli. Unë e me dhurat Bati çikme. mamis. Edhe papi do me dhurat mua. Opa, vete. Do të thënë me pak fjalë unë Arlit, Arli babit, ti mua papi ty. Amaritu zemër, si lu të ne, amaritu zemër. Unë Arli. Una non due Questo. Okej, nama da ti. Okej? Ami do bësh dhurat. Devi un solo di spirito. E tu devi spendere. Po fillon që ta një babuan. No, mi devi fare una... Oba, se mos... O, ti qa blej! Pas një dite kaq të gjatë që Amarili si po këndon, Arlin i kam dhënë telefonin, unë do heq shit make-upin, heq ka ngelur, dhe do bëj një dush shpejt e shpejt, sepse sot kemi ikur shumë xhiro si jashtë programit, edhe kam dhënë dhe wax sot, ta dini, gjë që s'para bëj, që kështu flokët e mi janë të torturuar, dhe do bëjmë dush dhe më pas do t'ju themi natën e mirë. Asa rova të thosha për gjitha gocat që kanë setin tim të Amarili Studio, nuk është nevoja që të përdorni një heqje make-upi, pasi Larsi Amarili Studio heq çdo make-up të mundshëm dhe pa pastërti të fytyrës. Unë tani do heq gjithë make-upin dhe më pas do futem në dush. Dhe më në fund jemi në krevat pas një dushi dhe si kam thar flokët i kam të lagura, gabim Alketa, por ç'a të bëjmë, kemi vënë retinolin në fytyrë, ja dhe fytyra ime si duket, hoqëm gjithë make-upin gjithë ditë. Këtu mendoj se do më dalin një puçur, se di, se jemi dhe me menstruacione, sot data 23, edhe njërës kështu. Këtu ju themi natën e mirë.